Mirëmëngjesit të gjithëve, jemi sërish së bashku me rubrikën e showbizit për cilët e kjo të rejat e fundit të saj. Tani doja filloj me një takim të shumë pritur nga publiku, por me sa duket jo nga dyshja. I shumë pritur nga publiku? Po. Kush e tha këtë me? Po të gjithë kanë menduar, kanë thënë si do të ishte takimi i Olsit dhe Eglit pas ndarjes së tyre, sepse edhe kur janë ndarë nuk është se kanë bërë një deklaratë publike të madhe që ne të na sqaronin. S'duan me ta bëjnë? E drejt atyre. A pra, është privatësi? Po, duke qenë personazhe publik. Edhe ne si publik na ngacmon pak, jo po pse u ndan, jo po pse s'u ndan, jo po si do ishte nëse do takoheshin sërish së bashku. Edhe ndodhi ky takim i shumë pritur, një takim falso. Shumë falso. Megjithatë, fjalët që u thanë janë goxha të lezetshme. Ato që kishte treguar produksioni për të thënë. Tash këtë nuk e dim ne. Në radhë parë duhet t'rregojmë pak qytetari. Jam dakord me atë pjesën e qytetarisë. E di pse nuk më pëlqeu dhe ishte falso, sepse Egli nuk është se kishte kërkuar ndonjëherë në ndonjë moment aty që shiko, nuk e kam bërë kurrë takimin e fundit me të dhe do doja shumë. Edhe duke qenë se publiku do ishte injektuar me këtë gjë që po sikur në të vërtetë ishin takuar dhe vërtet do kishte emocion. Egli nuk e ka kërkuar një gjë të tillë. Olsi në deklaratat e tij ka thënë ju lutem, mos ma përmendi më Egli se un kam grua të shtëpia. Absolutisht. Pra kjo është arsye pse s'kishte emocion. Shiko, shumë e fortë pas ka qenë ajo gruaja e Olsit. A me tash. Të lutem, kush është ajo grua? As do më interesonte fare. Unë do ta kisha madje shoqe Eglin, ti e di shumë mirë këtë gjë. Ja pra po ta them unë. Unë nuk jam, shiko, këtu në pjesën e marrëdhënieve dhe të këtyre liberalitetet, unë dhe ti nuk kemi në të njëjtën lidhje. Jo, unë jam open mind, një shpirt, unë jam femër moderne. Ti open mind, unë jam paksa shqiptare. E di unë. Unë jam paksa shqiptare, edhe për pjesën e shqiptareve, si puna ime, unë do thoja, qa pas ka të grua, kjo Olsi, si bën përshtypje takoj ishin aty? Ajo është një grua heroin, me një logjik të fortë dhe të shëndosh, dhe nuk ka absolutisht asnjë gjë të keqe. Për pjesën e njerëzve open mind. Më mirë ta dish o si bëra, apo mos ta dish. Hajde si bëra mos ma hap barkun. Po jo të bëjmë publik i tërë. E me punë e madhe, po jo të bëjmë publik i tërë. Po show mi është. Shiko, jo, e di që mendoj unë, sepse Olsi përpara se të hynte në Big Brother për të bërë këtë takimin e famshëm me Eglin, ka qenë të ftuar tek emisioni i Dalinës. Ku mos them që emrin e Eglit e ka thënë apo se ka thënë, ka folur për Eglin, i ka thënë që i uron fitoren, ka folur edhe për partnerin e tij. Ama ka folur edhe për topin. Topi Olsin e ka hedhur në gjyq. E ka hedhur në gjyq. Mendimi im personal, se nuk mendoj se Olsi dhe partneria e tij do ishin fansa të mëdhenj që të bënin këtë daljen publike. Olsi ka reaguar disa herë edhe më përpara duke thënë që mos mi dërgoni më videot e Eglit, se çfarë bëhet lart e poshtë, sepse un kam gruan në shtëpi. Dhe me këtë takimin, mbas se i ka thënë Topi që hajde të mbyllim këto çështje të gjyqit, hajde ta bëj një paraqitje këtej. Mendonte Greta kështu apo jo? Po, mendoj që ka pasur një kontratë mes tyre. Për të rregulluar diçka. Po, hajde ta mbyllim këtë gjyqin urtë but, se nuk ja del dot Olsi gjyqin me Topin. Megjithatë, ne na bën përshtypje disa deklarata që u thanë atje. E para nga ana e Eglit, që tha unë këtë takim e kam kërkuar për shumë kohë, 2 vite e ca më përpara, dhe nuk ka ardhur kurrë dhe u habita që erdhi tani. Po, është e vërtet. Pra, kjo gjë, përveç pjesës që na shtyn të besojmë që ky takim ishte një mashtrim, një lojë, sepse ata do takoheshin, që se do donin të takoheshin më përpara, ishin takuar më përpara. Por me sa duket, çifti kur i ka mbyllur marrëdhëniet nuk është takuar më. Egli pas ka qenë ajo që tenton të ribashkohej, të sqarohej të kështu, Olsi kishte vënë kapak lidhjes tyre. Po pra, këtë kuptuam ne. Çfarë desha të thoja tjetër? Po. Në fund fare, Olsi pa diskutim, si në çdo dalje të tij në kohët e fundit, përshëndeti partneren e tij, e kemi vënë re nga Olsi këtë, sa herë bën një dalje publike do përshëndesi partneren, gjë shumë e mirë, shumë pozitive, dhe tha se ajo e kishte shtyrë më shumë për të bërë këtë lloj takimi. Tani,
Egli na tha një gjë që na ngacmoi pak kështu bzz. Tha se ma kishte dhe borx, tha. Po. Çfarë kupton ti këtë? Je kishte një borxh. Pra, si duket, ajo ka ndërhyrë në marrëdhënien e këtyre, ku dëgjon, ose ndoshta kjo i ka shkruar dhe ajo si ka kthyer në asnjë moment përgjigje. Se duke patur parasysh çfarë temperamenti ka ai. Jam shumë e sigurt që i ka shkruar edhe asaj. Mundet. Përderisa pas ka kërkuar edhe këtë takimin, edhe mundet. Nëse ne prapë ta ngelen shumë gjëra të paqarta, po e morën. Nuk e ka kërkuar këtë takimin o motor. Thjesht asnjëri as tjetri. E bën Për shembull, të dërguar një mesazh publikut. Kur doli Gjesti nga Big Brother, Gjeneta ishte gjithë kohën, që thoshte pashallahu në njerëz, kush e shef Gjestin, pyeste edhe në Prime, a si është Gjesti, më kupton? Kjo ishte një gjë që nëse ata të dy do ishin takuar, do ngjallte një lloj reagimi tek publiku, mezine do prisnin të dëgjonin se çfarë do thonin. Asnjëri as tjetri nga këta nuk ka kërkuar që të takohen. E gjitha kjo është një budavallik i produksionit i radhës, si gjithmonë. Që pretendon të marri klikime, si duket i ka rënë klikime. Ishte takimi i Boris me Donaldin. Po, tamam, ishte emocionues. Po, ishin edhe ata isha. Po, është e vërtet. Por ishte e vërtet që na solli gjithë Shqipërisë një emocion shumë të bukur. Ishte shumë takim i ndjerë, ndërsa ky këtyre po sepse ky është me një femër tjetër, domethënë as Bora as Donaldi nuk ishin me një femër tjetër në ato momente. As Bora ishte me një femër tjetër? Po ishin me një partner tjetër, çrën si ka. Dhe kjo tani është duke vdekur për Gjestin. Ky është në një marrëdhënie tjetër, prandaj s'ka pikë emocioni, ka secili janë duke parë jetët e veta. Çfarë ta kemi sqaruar? E gjitha u bë që pas 2 vite e gjysmë, heshtja ka folur më shumë se fjala. Ishte gjitha për të përcjellë publikut një mesazh të bukur, të cilën publiku e mori, një mesazh shumë palidhje. Mashtrimi dhe palidhje. Okej, vazhdoj. Mirë, kalojmë pak tek informacioni tjetër. Ata arritën qëllimin, ne deri tani për 10 minuta kemi folur për ata. Atëherë, sa i përket takimit të Eglit dhe Olsit, reagoi edhe Gjesti. Gjesti po i hapej goja, po kruante fond. Pas Prime-it, ku ishin duke folur tek e tek me Eglin, ku po bënin edhe strategji loje, po foli Gjesti dhe tha që nuk u ndjeva mirë, tha, kur e takove ishin. Na doli në pah Gjesti xheloz. Jo, po qa ndjeve. Egli tha, u shpreh që unë nuk ndjeva asnjë gjë. E kisha përballë, vetëm gjë që unë ndjeva ishte emocion, sepse nuk e prisja, domethënë një lloj emocioni befasie, sepse nuk e prisja kurrë në botë që personi që unë do takoja të ishte Olsi. Mund të prisja çdo gjë, po atë nuk e prisja. Dhe me shumë të drejtë do thoja unë, sepse kur ke 2 vite e ca që je ndar, nuk e ke takuar kurrë, as për sqarim, as për gjë, dhe ty të del në Big Brother, besoj se çdo kush do shokohej. Por Gjesti u bë paksa xheloz për këtë, tha, jo po ti e ndjeve diçka ti kështu, do Egli po izin të be, ore nuk e ndjeva, unë se kam takuar kurrë atë. Si gjithmonë Egli, ai si jep llogari asnjëherë Egli zbe. Ja, përmendi Egli edhe hyrjen e Gjenetës aty. Pa normal. Që edhe ti të hyrit. Tani unë nuk e di se si do të vijoj marrëdhënia mes kësaj dysheje, a do jenë një çift jashtë Big Brotherit apo jo? Çfarë mendon ti Greta? Si ishte pyetja fal? Mendon se jashtë Big Brotherit Egli dhe Gjesti do jenë një çift apo jo? Po. Se dëgjoj atë pjesën jashtë Big Brotherit. Them që po. Thua që po. Po, sepse po të vësh re, pavarësisht për ndjekjes së Eglit, se ndoshta kjo nuk është refuzuar ndonjëherë nga meshkujt edhe aty dhe ambienti i mbyllur etj. Realisht ajo është kujdesur shumë për Gjestin. Dhe nëse ata do rinin bashkë, do ishte shumë i lumtur, ta kishte përkrahur një femër të tillë që e respekton edhe shkaq e fiksuar, se s'mund të them dashuri tani. Familjarët e vet, duke parë nga jashtë edhe Rozanën edhe Eglin e kanë falenduar gjithmonë për kujdesin që kanë treguar ndaj Gjestit, pavarësisht se si kanë marrë gjërat. Dhe duke reflektuar, duke parë opinionet e njerëzve etj, mendoj që po. Mbetet për të parë. Por mendon që Gjesti do bëj hap drejt Eglit. Po. Se Egli ka shumë hapa ndaj Gjestit. Do të shohim edhe pas mbarimit të Big Brotherit, që mbaron së shpejti, do të shohim se si do qëndroj. Okej. Kalojmë pak tek informacioni tjetër. Atëherë Zhaku është opinionistja e fermës VIP.
Oh, bobo, sa rëndë është kjo. Po prit një herë, se mbase ty s'të duket rënd kjo që do të them unë, po për ne shqiptarët është shumë e rëndë. Është pak e rënd. Tani së fundmi Gjaku ishte ftuar në emisionin në podcastin e Alketa Visiut. U shpreh se si do të reagonte nëse do të tradhtonte partneri. Po. U shpreh pak më shumë open mind se sa duhet të mund. Sepse tha, me si bëra deklaroj, unë nuk do ta kisha problem nëse partneri do më tradhtonte, sepse ajo që ne kemi është më shumë se sa thjesht fizike, është një ndjenjë edhe më e madhe. Bukur fort. Si më bukur fort? Po që është kjo, relatet lartë të poshtë ai tjetri edhe ti, po ne kemi dashurinë, kemi. Bravo, dashuria në radhë të parë. Nëse ti do dikën, nuk shkon ta tradhtosh. Je prap me open minded ti, nuk jemi po jam, moj sigura jam, sepse, qa ti them unë kësaj, qa ti them, nuk tradhtojnë me mendjen. Moj fare. Meshkuj. A e ke ndarë mendjen që po ka dalë me çunat, moj kanë pirë. Jo, mos di me çunat, mos pi. Mos pi. Po edhe unë pi, po nuk shkoj të hecë në bushëllime atyre meshkujve që rrinë tilla femra. Po të shkafon që të tradhtosh bëhet gjë normale pastaj, që shki muhabet? Po themi ta bëj të rrugës, si bëra. Po as edhe një herë, mjafton një herë. Fastule, filaf. Shumica pi, sidomos shumica e shqiptarëve pinë dhe flas edhe për vetëm këtu, po. Kur pi nuk ti kërkon personin që ti do, nuk kërkon njerëz të tjerë pa lidhje. Si Bora, me logjikën e një femre, me këtë që thua ti, unë jam shumë dakord. Po edhe me logjikën e meshkujve. Po nuk e kanë këtë logjikë. E kanë. Meshkujt janë budallë. E kanë. Meshkujt janë thjesht një gomar më shumë në jetën tonë. Ata që të duan e kanë, ndërsa ata të tjerë që nuk i intereson për ty pastaj, për ndjenjat e tua, shkojnë edhe tradhtojnë. Kështu ata që nuk janë të kënaqur me personin që kanë krah. S'ka lidhje, ata nuk janë të kënaqur me veten. Një njerëz që tradhton ka problemet me veten ose Bora, nuk e ka me personin tjetër. Ka edhe me personin tjetër. Një mashkull ty mund të ta admiroj për forcën që ti ke, për inteligjencën, për çdo gjë që ti ke dhe përballë teje ndihet inferior. Okej, dakord? Ai të do shumë, por thjesht ty të shikon më lart se veten dhe ndihet inferior. Jo, në këtë drejtim krijohet një lloj inati. Inkoshient krijohet një lloj, nëse mashkulli ndihet inferior para teje, në inkoshiencën e tij krijohet një lloj inati. Bravo. Po kjo inati e dashurinë. Po kjo është pra çështja. Pra me meshkujt nuk mendojnë shumë gjatë. Pra në momentin e parë që një person të tradhton, ai nuk të do më. Jo, pra është inferior dhe nuk di ç'a bën, e ka problemin me veten. Për të ndjesh superior tani shkon edhe gjen një femër tjetër. Pra, ndihet inferior dhe nuk të do më. Logjika si Bora në është ajo. Në inkoshiencën e tij ai mendon se të do, por realisht nuk të do. Logjika është ajo që thua ti. Çështja është se meshkujt nuk logjikojnë kaq shumë. Dhe këtë ma beson. Ja, koma e vogël. Bëjnë sikur nuk logjikojnë. E di, ashtu bëjnë ata. Bëjnë, po logjikojnë. Po. Mos them më mirë se ne. Mendoj. Varet për ça. Në këtë aspekt që folëm ne jo njerëz, që punon logjika fare. Mirë, haj. S'do merrem me meshkujt tash. Ju kemi shpëtuar. Gjetën këtu na keni deri në darkë duke diskutuar për këtë punë. Kalojmë mirë tek informacioni i fundit i përgatitur për sot. Atëherë siç folëm, ka nga ata që e falin tradhtin, ka dhe nga ata që nuk e falin. Gjë në të cilën hyn edhe Megan Foxi, e cila zbuloi tradhtin e të dashurit të saj në pritje të ëmbël, në periudhën që ishte shtatzan. Tani ne kemi nisur këtu, i kemi diskutuar këto pritje të ëmbla dhe me sa duket edhe pritjes së Megan Foxit i ka ardhur fundi pasi ajo ka sjellë në jetë fëmijën e saj, ka sjellë në jetë vajzën e saj të vogël dhe ka qenë babai i saj, pra ish partneri i Meganit, ai i cili ka bërë publike ardhjen në jetë të fëmijës së tyre. Duke se ai është duke kaluar kohë me foshnjën e përsa lindur. Tani ne nuk e dim nga ky afrimiteti se foshnja besoj do i tërkon me maman. Pra i bie janë takuar dyshja. Normal, fëmia ka një fëmijë, detyrohesh ti kalosh disa gjëra, ti përtypesh disa gjëra. Por se ti nga ky afrimiteti Greta, çfarë mendon? Mund të fajtojnë ata të dy apo jo?
Jo, absolutisht jo. Secili ka krijuar jetën e vet. Sepse Megani Thell është një shqiptare e cila nuk e fal të rrethin. Po. E gjete ose por rasti e gjete. Mirë, ne ju urojmë fëmijës së tyre një jetë sa më të gjatë. Dhe ne bashkë do të ritakohemi ditën e nesërme me të tjera thashë theme showbizi. Po ju lëm në shoqëri të programit të mëngjesit. Mirupafshim.